Përshëndetje hoxh, a mund me na tregu çka lejohet me fe me qit në temelat shtëpis? Domethënë a duhet me pret diçka kurban? Përshëndetje, lutë Allahun që t'ju jap bereqet në shtëpinë tuaj. Po tregoj. Në aspektin vetar duhet me qit çdo gjë që thot inxhinieri, arkitekti dhe mjeshtri. Sa ma shumë beton, armaturat sa ma të forta, kujdes, mos me rëshit ose mos me fjet shtëpia, themelat e fort në bazë sa ka të kime që për vjetë qaq ma fort, në mbarët a bën themelin me plak apo me ato themelet e moqme, nëse ka ujë, izolojën e mirë. Allahu ka thonë Kur'an, pyetni ekspertët për se cilën fush. Edhe une, tu bazun nga ekspert e kësaj fushë, po të thonë që feja i lejon dhe i obligon këto sane. E tash kthehem te zanati janë. Te feja që ka thot në aspektin e ibadeteve. Feja thot me falendru Allahun, me thonë elhamdulillah, që ma mundësaj Zoti me pas me nëjsh një shpi, edhe kur gjatë tjetër. Kurban, kokratorizit, të misrit, kalamoqit, apo të grurit, gjakun e kurbanit, kretë të janë të ndaluara, edhe nëse bon të mendu që ka me të nimu a i kurban me të shku marë, kjo është edhe shirk. Kujdes rujuni, mos i bani këto veprime.